Kush do të fitoj Tiranën? Manastirliu, Binaj apo Qori? Zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës janë gjithmonë më shumë se një garë lokale. Kryeqyteti është pasqyra e pushtetit, termometri i humorit politik kombëtar dhe trampolina nga ku matet besueshmëria e qeverisë dhe opozitës. Këtë herë, gara vjen me 3 figura që përfaqësojnë 3 botë krejt të ndryshme: Ogerta Manastirliu, Florian Binaj dhe Arlind Qori. Ogerta Manastirliu, kandidatura e sistemit që se dorëzon kurrë Tiranën. Partia Socialiste e ka kuptuar që Tirana nuk është një bashki që mund të lihet në dorë të rastësisë. Pas viteve të dominimit të Erion Veliajt që u rrëzua politikisht pas hetimeve të bujshme, Edi Rama zgjodhi një figurë të disiplinuar, të qëndrueshme dhe me profil të pastër institucional, Ogerta Manastirliun. Me përvojë të gjatë në administratën publike dhe në qeveri, Manastirliu është produkt i strukturave të PS-s. Ajo vjen me rrjet, me disiplinë organizative dhe mbi të gjitha, me makinerinë elektorale të partisë më të madhe në vend pas krahave. Në terrenin e Tiranës, ku çdo rrugë dhe çdo lagje është e lidhur me një sistem patronazhistësh, kjo përkthehet në avantazh real. Por ky avantazh ka edhe një kosto politike. Një pjesë e qytetarëve e sheh kandidaturën e Manastirliut si simbol të vazhdimësisë së lodhshme, të një politike që ka zëvendësuar ndryshimin me fjalën stabilitet dhe që shpesh fshihet pas fjalëve projekte në proces. Nëse zgjedhjet e ardhshme shndërrohen në një referendum për vetë pushtetin socialist, Manastirliu do të jetë fytyra e atij sistemi dhe do të mbajë mbi vete edhe barën e shgënjimeve ndaj tij. Megjithatë, në politikën shqiptare fitoria rrallë varet nga morali. Dhe për aq kohë sa mban strukturën, financat dhe kontrollin e administratës, ajo mbetet favorite për të mbajtur Tiranën në duart e saj. Florian Binaj, aktori që kërkon të kthejë skenën në realitet. Dalja e Florian Binajt në garë ishte befasuese, por jo e pabesueshme. Publiku e njeh si aktor, humorist dhe zë kritik ndaj qeverisë. Por këtë herë ai kërkon të mos bëjë njerëzit të qeshin, por t'i bëjë të mendojnë. Binaj vjen si kandidat i mbështetur nga Partia Demokratike, në përpjekjen e opozitës për të gjetur një fytyrë që ngjall besim jashtë politikës tradicionale. Ai synon të luajë rolin e njeriut të thjeshtë që guxon të sfidojë një sistem të betonuar për dekada. Avantazhi i tij është emocional, jo strukturor. Ai mbart një kapital të fortë simpatish nga qytetarët që janë të lodhur nga arrogantët e pushtetit dhe cinikët e opozitës. Por fushatat elektorale në Shqipëri nuk fitohen vetëm me simpati, fitohen me organizim, me burime dhe me rrjet. Dhe në këtë pikë, Binaj mbetet i dobët. PD-ja, e përqarë dhe me bazë të konsumuar, nuk ka sot kapacitetin organizativ që kishte dikur. Nëse Binaj do të fitojë, duhet të mbështetet jo vetëm te partia, por të një shpërthim qytetar, të një ndjesie e përbashkët që mjaft më me të njëjtët. Nëse ky emocion shpërthen në lagjet e Tiranës, ai mund të bëjë surprizën. Por nëse mbetet vetëm në rrjetet sociale, do të mbetet një zë simpatik që nuk e përmbysi dot realitetin. Sot, Binaj është kandidati i ndryshimit të dëshiruar, por jo domosdoshmërisht i ndryshimit të mundshëm. Arlind Qori, idealisti që flet për drejtësinë në një qytet që mat ndryshimin me tender. Në çdo garë ka një figurë që nuk hyn për të fituar, por për të ngritur ndërgjegjen. Në këtë garë, ajo figurë është Arlind Qori. Ai është zëri i majtës së vërtetë, që flet për punëtorët, për padrejtësitë, për qytetin që i përket njerëzve dhe jo kompanive. Qori është gjithmonë politikisht i ndershëm dhe moralisht i qëndrueshëm, por për fat të keq, sistemi shqiptar nuk shpërblen as ndershmërinë, as qëndrueshmërinë. Lëvizja bashkë ka një prani simbolike në terren, por pa makineri, pa financa dhe pa mbështetje të gjerë, ajo mbetet një frym, jo një forcë. Nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin në kushte të pastra, pa patronazh, pa presion ekonomik e pa përdorim të administratës, Qori do të ishte ndoshta kandidati më i sinqert për Tiranën. Por në realitetin ton, idealizmi nuk mjafton për të marrë bashkinë. Megjithatë, prania e tij është e rëndësishme sepse e detyron debatin publik të dalë nga sipërfaqja. Ai i kujton qytetarëve se korrupsioni nuk është fat, por zgjedhje, se liria politike nuk është privilegj, por e drejtë. Dhe ky është fitore më vete, edhe nëse nuk e merr karrigën e kryetarit. Bilanci politik i garës. Në një analizë të ftohtë, Ogerta Manastirliu hyn në garë si favorite absolute, mbështetur nga struktura shtetërore dhe makineria e PS-s.
Florian Binaj përfaqëson sfidantin më serioz që mbështetet te ndjenja e shgënjimit dhe kërkesa për ndryshim, por që i mungon terreni organizativ për ta përkthyer revoltën në vull. Arlind Qori është kandidati moral, që nuk garon për pushtet, por për ndërgjegje. Nëse zgjedhjet zhvillohen normalisht, me daljen tipike të votuesve dhe me makineritë e zakonshme elektorale, PS ka gjasat më të mëdha për të ruajtur Tiranën. Nëse përkundrazi ndodh një valë e papritur pjesëmarrjeje, veçanërisht nga të rinj dhe shtresat e mesme të lodhura nga status quoja, Florian Binaj mund të kthehet në surprizën e vjeshtës. Në fund të ditës, midis fasadës dhe ndryshimit të vërtetë, Tirana sot ndodhet midis dy imazheve, fasadës së ndritshme që ofron pushteti dhe realitetit të zymë që jeton qytetari. Midis betoneve që rriten dhe rrugëve që s'kan më pemë, midis fjalëve për inovacion dhe njerëzve që paguajnë qiran me gjysmën e rrogës. Kush do ta drejtojë këtë qytet, do të vendosë nëse Tirana do të vazhdojë të jetë vitrinë e pushtetit, apo më në fund shtëpia e qytetarëve të saj.